Komisioni për mbrojtjen e konkurrencës ka goditur me gjoba të rënda 4 kompani nga sektori i shitjes me pakicë të produkteve ushqimore, si dhe lidhje në odave ekonomike të Maqedonisë. Totali i sanksioneve arrin në 13.443.000 denar. Sanksionet janë shqiptuar pasi komisioni ka konstatuar se kompanitë dhe LSM kanë marrë pjesë në marrëveshje të ndaluar ose sjellje të harmonizuar, me që rast e kanë dëmtuar konkurrencën. Secila prej shoqërive tregtare është gjobitur me nga 3.075.000 denar, ndërsa shuma e gjobës që i referohet LSM-s që ka qenë koordinator është 1.143.000 denar. Komisioni për vendimarrje për kundërvajtje pranë Komisionit për mbrojtjen e konkurrencës ka marrë një vendim me të cilin ka konstatuar se 4 shoqëri tregtare, si dhe lidhja e odave ekonomike të Maqedonisë si koordinator, kanë marrë pjesë në një marrëveshje të ndaluar dhe ose sjellje të harmonizuar në kuptim të nenit 59 të ligjit për mbrojtjen e konkurrencës. Nga KMK thonë se në procedurë është konstatuar se në një takim të mbajtur me 5 shkurt 2025, pjesëmarrësit kanë arritur një qëndrim të harmonizuar për mos pranimin e çmimeve të reja ose të rritura nga furnitorët. KMK theksoi se me këtë është zëvendësuar gjendja e sjelljes së pavarur në treg me koordinimin praktik dhe se ky lloj veprimi, i cili paraqet të ashtu quajtur kufizim të konkurrencës, është rreptësisht i ndaluar sipas ligjit për mbrojtjen e konkurrencës. Gjobat janë shqiptuar me qëllim parandalimin e shkeljeve të ardhshme dhe mbrojtjen e konkurrencës së lirë në treg.